Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me hënën e re, që është në shenjën e demit, dhe ka efektet e veta nga fillimi i kësaj periudhe deri në këto momente që flasim, sepse fillon 3 ditë para, por që do ketë efekte edhe më mbrapa. Gjithsesi, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video, te kjo video mund të dëgjoni edhe shenjën tuaj ascendente, se çfarë ndikimi do ketë hëna e re. Gjithsesi, ju ftoj të ndiqni edhe videot e tjera të këtij kanali. Kjo hënë e re që është në shenjën e demit do ndikojë më tepër në çështjet profesionale, por dhe në çështjet personale dhe do rris konkurrencën gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi do ndikojë më tepër 4 shenja të horoskopit. Kjo hënë e re është në datën 27 prill dhe është një hënë e re që e vështirë për çështjet profesionale, por dhe edhe personale. Gjithsesi duhet keni kujdes, por më të ndikuara janë shenjat fikse, që është shenja e demit, shenja e akrepit, shenja e ujorit, por të dekadës së parë, të 10 ditësh të parë. Gjithsesi, duhet jeni të kujdesshëm, nuk është se është ndonjë gjë kaq e madhe, thjesht të tregoni të kujdesshëm. Dhe do filloj me gjitha shenjat e horoskopit, se si do ndikojë. Doja të thoshja, është një periudhë që duhet të tregojeni të kujdesshëm në marrëdhëniet tuaja personale, flasim në çift, por dhe marrëdhënie të ndryshme personale, por dhe në lidhje me anën tuaj profesionale, me punën tuaj, sepse aty do ketë një konkurrencë. Jo se edhe te këto 4 shenja do ndikojë njësoj te të treja 10 ditëshet. 10 ditësh i dytë do jetë më i lirë, nuk do ketë këto ndikime kaq të forta. Dhe fillojmë në lidhje me të gjitha shenjat. Përshëndetje gjithë shenjës së dashit. Atëherë do shohim se çfarë ndikimi ka kjo hënë e re që është në shenjën e demit për shenjën tuaj. Gjithsesi, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ftoj të gjithë ata që nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal të bëjnë subscribe. Dhe ju ftoj të gjithëve të ndiqni videot e kaluara të këtij kanali. Të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Gjithsesi, kjo hënë e re në shenjën tuaj do ndikojë më tepër në lidhje me anën tuaj ekonomike, ku ju do jeni të favorizuar. Dhe shohim energjinë që na vjen. Dhe erdhi një energji çliruese, ju do çliroheni, keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit, të ujit, por dhe të demit, që kemi dhe hënën në shenjën e demit. Gjithsesi, ju shoh që ju çliroheni nga disa situata që ndoshta ju kanë stresuar për një kohë të gjatë. Dhe këto në një rast mund të kenë lidhje me dashurinë. Ju do çliroheni dhe keni një fillim të ri, një njohje të re, ose ju do shkëmbeni kupat me një person, ose do ndiheni të dashuruar me këtë person. Dhe do jeni duke analizuar gjithçka në lidhje me personin që do futeni në njohje për t'i dhënë drejtim kësaj njohje. Në lidhje me marrëdhëniet, për gjithë ata që kanë pasur situata tensioni, ose ju keni marrë shumë goditje gjatë kësaj periudhe, ju do çliroheni nga këto situata. Dhe ju shoh që do jeni më të konsoliduar, por ndërkohë do mendoni se si të jepni drejtim marrëdhënieve tuaja, ose njohjeve dhe lidhjeve që keni. Në lidhje me punën tuaj dhe anën ekonomike, ju do bëni fillime të reja. Ndoshta ju jeni stresuar në lidhje me punën, me anën profesionale, me anën ekonomike, dhe ka ardhur momenti që ju të çliroheni nga këto situata. Një pjesë prej jush do hyni në partneritete, mund të jenë bashkëpunime, partneritete në biznes ose në projekte bashkëpunime që keni. Dhe ju shoh që gjatë kësaj kohe ju do filloni të analizoni mirë edhe këto partneritete ose një punë e re që ju mund të filloni. Gjithsesi, është një ndikim pozitiv,
edhe në lidhje me anën ekonomike për gjithë ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Demit. Atëherë do shohim çfarë ndikimi do ketë kjo hënë e re, kjo është në shenjën tuaj, dhe mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe në lidhje me ju, do jetë në një shkallë vështirësie, do keni një humor që do t'ju shqetësoj më shumë, dhe më shumë do ndikohen të lindurit e 10 ditësh të parë. Gjithsesi tregoni të kujdesshëm. Dhe shohim çfarë na thot taroti edhe për shenjën tuaj. Ai njëjta kartë që radhet e shenja e dashit. Dolën 2 letra dhe mua më duhet t'i lexoj. Atëherë ju shoh që ju do çliroheni dhe ju nga situata të ndryshme që mund të keni pasur, goditje të ndryshme që keni marrë ose stres dhe tension që mund të keni pas për një kohë të gjatë, dhe shoh që i vjen fundi. Ju harrini të çliroheni dhe të bëni fillime të reja. Dhe kjo ka lidhje si në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, dhe për disa në lidhje me punën tuaj, por edhe nga ana ekonomike. Ju do t'i vendosni qëllime vetes. Ju shoh në një pozicion më të fuqishëm, por ndërkohë do jeni karizmatik, pavarësisht se është një periudhë që një ndikim, se nuk e ka ndikimin të gjitha 10 ditëshet, tham që të 10 ditësh i parë do ndikojnë më fuqishëm, por ju do ndjeni më karizmatik, do keni romanca, i vendosni qëllime vetes, do keni kontrata gjatë kësaj periudhe, por ndërkohë ju shoh në një pozicion më të fuqishëm dhe me qëllime në veten tuaj gjatë kësaj hëne të re. Dhe kjo do vazhdoj deri në hënën e plot, ndoshta të muajit që vjen. Gjithsesi, shoh që do keni ndryshime të mëdha. Ju mund të jenë ndryshime të papritura në lidhje me ju, mund të jetë në lidhje me dashurinë, një person vjen papritur ose jeni në njohje dhe ky person kërkon një ndryshim të papritur, ose në rastin tjetër mund të jenë ndryshime te vendi punës, por dhe nga ana ekonomike, ose në lidhje me qëllimet që ju do t'i vendosni vetes. E rëndësishme është që ju çliroheni nga situata të vështira, që ju kanë lodhur për një kohë të gjatë, ose ju kanë stresuar më saktë, dhe jeni me qëllime dhe ndryshimet vinë drejt jush. Dhe këtë mund ta merrni në të gjitha llojet e situatave. Kjo ka lidhje me dashurinë, me punën, me anën ekonomike për një pjesë tjetër, për disa tjerë me kontrata të ndryshme, dhe për një pjesë tjetër ndoshta me shëndetin, me fëmijët tuaj, por dhe me gjithçka. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim se çfarë ndikimi do ketë kjo hënë e re edhe për shenjën tuaj. Në lidhje me shenjën tuaj, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Kjo hënë e re te ju do t'ju sjellë dashuri të fshehta, që do t'ju magjepsin, por do t'ju vështirësojnë gjërat në të njëjtën kohë. Kështu që keni kujdes. Thjesht menaxhoni situatat. Dhe shohim çfarë na thot taroti edhe në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë unë ju shoh disa prej jush, nuk e di, por ndoshta keni kaluar në një lloj zhgënjimi, ose mund të jetë një zhgënjim që e keni kaluar dhe ju ka lënë pak në një situatë të mërzitur, ose ju kaloni një mërzitje, dhe kjo mund të ketë në lidhje me familjen tuaj, në lidhje me emocionet tuaja për një pjesë tjetër, shoh që do ndjeni në konflikt me veten. Një pjesë prej jush ndoshta keni marrë zhgënjime të mëparshme, dëshironi të bashkëpunoni me një person për të hyrë në një njohje, por aty shoh që do ndjeni ose një lloj konkurrence në këtë dashuri, ose ju do jeni në konflikt me veten në lidhje me një person. Ndërsa për një pjesë tjetër, ju shoh që mund të keni kaluar zhgënjime në marrëdhëniet tuaja familjare ose diçka që ka ndodhur në familje, por këtu flasim jo në familjen e ngushtë vetëm, flasim edhe në familjen e gjerë. Gjithsesi, ose ju mund të keni marrë një zhgënjim në lidhje me një shtëpi,
ju keni dashur të zhvendoseni nga një vend në vendin tjetër, nga një shtëpi në shtëpinë tjetër. Disa mund të marrin ose të mërziten pak në lidhje me një blerje një shtëpie, e një makine ose por gjithsesi shoh që do merrni disa para, por do të dëshironi dhe të investoni gjatë kësaj hëne të re. Por ju shoh që ose do ketë konkurrencë në lidhje me një shtëpi, që mund të jenë shumë persona që e kërkojnë këtë shtëpi, ose ju do jeni në konflikt me veten në blerjen e diçkaje. Gjithsesi, kjo mund të jetë edhe një lloj mërzitje, jo domosdoshmërisht një zhgënjim i madh, mund të jetë zhgënjim i vogël, por mund të jetë dhe zhgënjim i madh. Në energjinë e qendrës, gjithçka rrotullohet rreth shtëpisë, rreth blerjeve më saktë, por shoh një lloj konkurrence. Mund të jetë konkurrencë në dashuri, konkurrencë në punë, konkurrencë në blerje ose edhe nga ana ekonomike. Gjithsesi, kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Gafores. Atëherë, do shohim se çfarë ndikimi ka kjo hënë e re në shenjën e Demit, edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e email-it. Atëherë, kjo hënë e re në lidhje me ju dhe efektet e saj fillojnë 3 ditë para, por vazhdojnë edhe më gjatë, mbrapa. Për ju do hap një rrugë të re sociale. Ju do jeni më të socializuar në lidhje me shoqërinë ose me njerëz që do njihni, dhe do t'ju çojë përpara drejt synimeve të re. Do keni synime nga ana profesionale. Gjithsesi shohim çfarë energji na sjell taroti. Kjo është karta e pakos. Në lidhje me ju shoh që keni fillime të reja, mund të jetë fillim i ri në një njohje të re, mund të jetë një person nga e kaluara. Në rastin tjetër mund të jetë një shtatzani, dhe ju po kujdeseni shumë në lidhje me këtë shtatzani. Ndërsa për disa të tjerë mund të jetë rikthime nga e kaluara, mund të jetë rikthimi një çështje, rikthimi një situate, rikthimi një personi, ku ju dëshironi të keni fillime që të marrin zhvillime shumë të mira. Ndërkohë, mund të jetë një person nga e kaluara te vendi punës që do t'ju kërkoj përsëri. Dhe ju do keni një fillim të ri është një person dashamirës në lidhje me këtë punë, por ju shoh që do jeni dhe të socializuar në shoqëri, por këtu bëhet fjalë me personat dhe njerëz nga e kaluara. Ndërkohë, ju do mbyllni një cikël të vështirë për të filluar një cikël të ri të lumtur. Ju do lini mbrapa vështirësitë që keni kaluar deri në këto momente. Dhe shoh që këtu janë dhe proceset e hënës, ndoshta këto vështirësi kanë zgjatur për një kohë të gjatë, po ju do harrini të çliroheni, duke zgjedhur një rrugë më të lumtur për veten tuaj. Atëherë kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Luanit. Atëherë do shohim se çfarë ndikimi ka kjo hënë e re edhe për shenjën tuaj, e cila i ka ndikimet 3 ditë para, por që vazhdojnë dhe më mbrapa. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe në lidhje me ju do ndikoj më tepër në anën profesionale. Ndoshta në diçka që ju ka shqetësuar para 2 vitesh. Do t'ju shtohet pak stresi në jetën tuaj të përditshme, por gjithsesi do jetë e nevojshme që ju të gjeni një zgjidhje për të mbajtur atë vendin tuaj të punës, karrierën tuaj në nivele pak të larta, ashtu si ju jeni mësuar. Ndikimin më të tepër, më të madh do ta ketë për këtë që folëm. Dhe shohim se çfarë na thot taroti edhe në lidhje me shenjën tuaj. Erdhi një energji fantastike. Ju shoh që jeni në një pozicion, do keni ndjenja, do keni emocione gjatë kësaj hëne të re. Nuk e di, po keni bërë shumë durim në lidhje me një dashuri, me një person, sepse shoh 2 persona që kanë shumë emocione për njëri tjetrin. Për një pjesë prej jush mund të jetë një person i ri që do futet në jetën tuaj.
ku ju keni bërë shumë durim dhe keni pritur për të ardhur ky person. Ndërsa në lidhje me njofjet, lidhjet dhe marrëdhëniet, dhe aty ju shoh që do keni emocione, ndoshta keni duruar edhe shumë gjëra që mund të kenë ndodhur në marrëdhëniet tuaja pak negative, por ju do filloni ti trajtoni pozitivisht dhe ju shoh që do ndjeni shumë mirë, të lumtur, të gëzuar. Ndërkohë, ju në lidhje me punën tuaj keni lajme të mira. Ndoshta keni kaluar vështirësi dhe me punën, por ju do harrini ti trajtoni gjërat pozitivisht në vendin e punës ose edhe nga ana ekonomike, në lidhje me projekte, bashkëpunime të ndryshme, por kjo ka vlerë edhe në lidhje me familjen, me shtëpinë tuaj, me fëmijët tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim se si ndikon kjo hënë e re, që është në shenjën e Demit, edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe në lidhje me shenjën tuaj, ju do keni fillime të reja që do jenë shumë optimiste. Në lidhje do keni udhëtime, por për gjithë ata që udhëtime më tepër ata që janë të lindur në gusht, flasim në 10 ditëshin e parë. Dhe shohim se si do jetë çfarë na thot taroti edhe në lidhje me shenjën tuaj. Në lidhje me ju shoh që keni të bëni energjitë shenjave të tokës, jeni vetë të ajrit. Përsëri ju shoh që do keni oferta ose udhëtime, sepse kjo tregon dhe udhëtime. Mund të jenë udhëtime të shkurtra, udhëtime të gjata, udhëtime jashtë shtetit, udhëtime për qejf ose udhëtime të ndryshme. Ose një person mund të vijë nga një udhëtim. Gjithsesi ju shoh që keni marrë eksperjenca si në lidhje me dashurinë, sepse shoh që keni një ofertë dashurie. Është një person që mendon seriozisht ose ju mendoni për këtë person dhe ju keni marrë eksperjenca dhe do përdorni më tepër pjesën e logjikës. Shoh këtu që ka vazhduar për një proces hënor kjo situatë që ju mund të keni kaluar disa situata dhe kjo gjë ju ka bërë që ti mendoni gjërat më mirë dhe të jepni një drejtim, të merrni vendime në lidhje me ofertat. Do të jepni fund dhe do të çliroheni nga situata të vështira që keni kaluar deri tani. Sepse shoh që keni kaluar për një kohë të gjatë, keni qenë në situata stresi, tensioni, ose keni marrë dhe goditje të ndryshme, dhe kjo ka lidhje si në lidhje me dashurinë, me punën tuaj, ose edhe nga ana ekonomike. Gjithsesi, është një periudhë ku ju do keni oferta në lidhje me punën, mund të keni lidhje me institucione shtetërore, me dokumenta të ndryshme, dhe shoh që do çliroheni nga situata të vështira që keni kaluar në të kaluarën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal.